Kryeministri Edi Rama ka mbledhur grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetin qeveritar. Socialistët kanë zgjedhur ta zhvillojnë takimin këtë të shtunë me dyert të mbyllura në Pallatin e Brigadave. Në mbledhje është vendosur që javën e ardhshme deputetët, ministrat dhe drejtuesit politik në qarqe të Partisë Socialiste të nisin një tur të quajtur Punët për Shqipërinë. Ky tur do të ketë disa tematika çdo javë dhe pritet të nisë me çështjen e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Aktiviteti do të vijojë në të gjithë vendin deri në 12 qershor, datë kur shënohet edhe 35 vjetori i krijimit të Partisë Socialiste. Përveç këtij turi, kryetarët e bashkive pritet të zhvillojnë takime me qytetarët për të dhënë llogari mbi premtimet e bëra dhe realizimin e tyre, duke theksuar projektet e përfunduara dhe ato në proces. Në mbledhjen e kësaj të shtunë gjithashtu janë diskutuar raportime nga figura kyçe të mazhorancës mbi komunikimin publik dhe avancimin e projekteve prioritare për zhvillimin e vendit. Pjesë e mbledhjes ishte edhe drejtuesi i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Lorena Goxhobelli, e cila foli për reformën që ka nisur ky institucion, po ashtu bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Administrativo-Territoriale, Arbian Mazniku, foli mbi reformën administrativo-territoriale që socialistët synojnë ta mbarojnë deri në fund të këtij sesioni parlamentar, pra brenda 31 korrikut. Po ashtu ministrja për marrëdhëniet me parlamentin, Erjona Ismaili, prezantoi strategjinë e komunikimit.